Dhe ne duam që në vijim të rrisim numrin pikërisht të rinjve që duan vetë punësohen. Dhe nuk flasim këtu për start-up, flasim për gjitha llojet e gjërave. Të rinj që duan vetë punësohen dhe që duan të hapin një biznes të vogël, duam t'i vëmë në fokus të kësaj mbështetje. Që t'i japim, se gjithmonë në momentin e parë është një dorë që mund të jetë dorë fati, mund të jetë dora e prindit, mund të jetë dora e një shoku, dhe këtyre duarve duhet i shtohet mundësia që të jetë dora e shtetit. Buxheti i vitit që vjen është i konsiderueshëm dhe ajo që është e rëndësishme për këtë bisedë është që është buxheti më i madh ndonjëherë për të nxitur punësimin për të rinjt. E kemi rritur me 60%. Shumën e dedikuar për të rinj. Dhe prandaj jemi këtu sot. Nuk jemi këtu sot për të bërë fushat elektorale, se fushata ka mbaruar, nuk jemi këtu sot as për të bërë vendosur juve këtu në sfond dhe për të dukur bukur ne, po jemi për të shfrytzuar çdo mundësi që të përcjellim tek gjithë bashkëpunëtarët tuaj dhe tek ju që jeni këtu patjetër, këtë mesazh që ti referohen programet punësimit, të aplikojnë në programet punësimit. Është 60% më shumë financimi i programet punësimit për të rinjt, vetëm për të rinjt, por kërkon edhe më shumë aplikant, që se do ishte skandal që për mungesë të aplikimeve të mjaftueshme ne mos i shpenzonim gjitha këto fonde, të cilat duam ti trefishojmë në 3 vitet e kusur që vinë përpara. Këto ishin ato që unë kisha për të thënë. Ju falenderoj shumë për gjithë vëmendjen, shpresoj që diçka të ketë mbetur në mendje, shpresoj. Inshallah, eksakt. Me kismet është kjo punë, jem dakord bashkë. Dhe e përsëris, kjo botë është e guximtarëve dhe atyre që provojnë derisa ja dalin. Kjo botë nuk është e atyre që thonë nuk bëhet kjo punë mërjau, na bjeri tek e tjetër. Shumë falenderit, Kryeministër. Unë dështoj vetëm një element të vogël. Ne kemi vendosur dhe nga data 1 janar, AKPA, portali punësimit i AKPA-s, do të jetë portali i vetëm unik, ku do të shpallen të gjitha vendet e lira të punës të administratës publike, me qëllim që të gjithë të jenë të informuar dhe kenë më të thjeshtë që të aplikojnë në vendet e punës që janë të lira në administratë publike. Jo vetëm ato që janë të lidhura me shërbimin civil, po në të gjithë entet, në të gjithë shahat shtetërore, pra e gjithë paketa e ofertës së punës administratës do jetë në portalin puna.gov.al. Dhe për ta mbyllur, dua t'ja jap fjalën Anës, e cila, siç thash, është ai rasti, një nga ato rastet unike që nëpërmjet programeve të nxitjes është punësuar nga një startup i financuar nga. Shumë faleminderit. Atëherë unë jam Ana, jam 21 vjeç, vi nga Tirana dhe kam mbyllur studimet e mia bachelor për inxhinieri elektrike, profil energjetik. Është një ndër degët më të mira dhe ja sugjeroj pothuajse gjithëve, pse jo. Unë direkt pas bachelorit vendosa që të nisja masterin dhe që është vërteta, siç u tha dhe më përpara, është e vështirë që të nisësh direkt masterin, por në të njëjtën kohë kërkosh edhe për punë. Dhe unë njoha me zyrat e punës, u paraqita atje dhe zyrat e punës ma bën të mundur që të nisja praktikën profesionale dhe për momentin punoj te Kineton dhe një mesazh i shkurtër dhe i vogël për gjithë ju që jeni këtu, informohuni dhe bëhuni pjesë e këtij shërbimi. Shumë faleminderit. Tani
kuptua qartë sepse ishte lënë për në fund, ishte komplet si ato publicitet në fund të ndeshjes. Shumë faleminderit për mesazhin, që shumë i qartë, i shkurtër, i prerë. Gati më bërë edhe mua të ndjehem keq që nuk jam në moshën që t'i drejtohem zyrave të punës. Shumë faleminderit.